jo se në gjendur e pa përgatitur, sepse gjitha vendet janë gjendur të pa përgatitura, por nuk ka marrë asnjë masë mbështetëse qoftë për fermerët, qoftë për transportin publik, apo qoftë për shërbimet të tjera të cilat prekin drejt për së drejti konsumatorin apo drejt për së drejti qytetarë shqiptar. Çfarë ndodh? Për fatin tonë të keq, nafta apo rritja, ndryshimi i çmimit të naftës pasqyrohet në të gjitha çmimet e shërbimeve dhe të produkteve qoftë ushqimore apo jo. Që do të thotë, nafta drejt për së drejti ndikon në transportin. Rritja e kostove të transportit ndikon në rritjen e çmimit të rastit konkret fruta perimeve, por gjithashtu mos harrojmë që duke u rritur çmimi i naftës rriten edhe produktet e tjera dhe duke u rritur produktet e tjera ndikon efekti zinxhir në çdo produkt tjetër, që vetvete u pasqyrohet përpost kostove të transportit edhe tek pra një pjesë e rritjes së çmimit të fruta perimeve vjen nga thjesht mendësia që janë rritur çmimet, dhe një pjesë tjetër vjen realisht sepse janë rritur kostot e transportit. Tani, qeveria shqiptare për fat keq nuk ka subvencionuar as fermerët, nuk ka subvencionuar as kostot e transportit, dhe për fat keq kemi deri më tani vetëm një ulje të akcizës e cila është vetëm në rastin kur kemi mbi një nivel të caktuar të çmimit të naftës, që është ulje me 20%. Por 20% e masës së akcizës që është sot është rreth 8 lek, 10 lek, që në fakt realisht nuk shërben për të kursyer qytetarin siç ka ndodhur në vendet e tjera që janë marrë masa në mënyrë direkte pas avancimit të konfliktit në Iran.